Me rritjen e temperaturave, specialistët e shëndetit mendor raportojnë shtim të rasteve që paraqiten për konsult në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor dhe në Spitalin Psikiatrik të Vlorës. Mes tyre nuk rezultojnë edhe të rinjt. Mjeku Stiliano Lepuri konfirmon se gjatë kësaj periudhe janë shtuar raste tek moshat e reja, problematika që lidhet me një sër faktorësh. Megjithatë, ai thekson se shumë të rinj hezitojnë të drejtohen shërbimeve të shëndetit mendor për këshillim apo trajtim, kryesisht për shkak të paragjykimeve dhe opinionit shoqëror. Duke u ndarur te rastet problematike, mjeku apelon që familjarët dhe qytetarët njoftojnë specialistët sa herë që vërejnë ndryshime shqetësuese në sjelljen e një personi, pasi ndërhyrja në kohë është thelbësore. Me saktësi të madhe unë nuk mund t'ju them dot, por mund të them se për vizitë që vinë, që kanë kontrolle të rutinë apo ndjekje në rutinë që bëhet këtu në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor, shifra varion mesatarisht e 20-25 vizita në ditë. Por këto vizita nuk janë për shtrime, sepse mjeku në bashkëpunim me pacientin lën një plan të caktuar të ndjekjes së problemit dhe në këtë plan të caktuar janë edhe vizitat periodike që rekomandohen që pacienti duhet i bëjë. Pra do të thosha që ky fluks kaq i madh vizitash është për i kontrole shumica, për shtrime është përqindja shumë e vogël. Spitali Psikiatrik Ali Miali ka një zonë shumë të gjerë mbulimi që është që nga Lushnja edhe deri në Sarandë. Referimet që bëhen në Spitalin Psikiatrik vinë nga mjekët specialistë të rretheve. Do me thënë, si që jemi ne mjekët në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor që shikojmë nëse një banor i komunitetit tonë apo një pacient duhet të referohet për shtrim, ashtu dhe çojnë dhe referojnë për shtrim dhe mjekët e rretheve për në Spitalin Psikiatrik. Dhe dua të theksoja edhe diçka, duke qenë se jemi në një televizion lokal dhe ndiqet gjërësisht nga komuniteti i Vlorës, në qoftë se evidentoni apo shikoni një problem të shëndetit mendor tek vetja, tek një i afërt, tek fëmia, edhe në komunitet tek një gjiton ose tek një person tjetër, struktura që duhet të drejtoheni për të marrë ndihmën e parë është Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor, jo Spitali Psikiatrik Ali Miali. Spitali Psikiatrik Ali Miali funksionon sipas sistemit të referimit të Republikës së Shqipërisë për mjekësinë, që i bën shtrimet vetëm me rekomandimin e mjekut specialist të zonës, që në këtë rast janë mjekët specialistë që operojnë në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor. Do të thosha që po, ekziston ky fakt. Unë në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor kam një eksperiencë gati 10 vjeçare dhe kam parë që stigma dhe paragjykimi kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë, por gjëja më kryesore dhe që mua më jep një kënaqësi është se duke ardhur nga viti në vit, stigma dhe paragjykimet janë ulur, që do të thotë që unë shikoj që me kalimin e viteve shikoj më tepër njerëz të çliruar, më tepër njerëz që kërkojnë ndihmë dhe më tepër njerëz që nuk e kanë atë mendimin që po të vetë unë atë lloj strukture do mendojnë kështu për mua. Kështu që me kalimin e viteve kjo gjë është zbehur, por për të qenë realist akoma ekziston. Rritja e rasteve me probleme të shëndetit mendor gjatë kësaj periudhe lidhet kryesisht me temperaturat e larta të stilin në sport dhe me konsumimin e alkoolit apo dhe përdorimin e substancave narkotike. Sipas mjekëve, këto problematika përhasen gjithmonë edhe më shpesh edhe tek moshat e reja, ndaj kërkohet më shumë ndërgjegjësim dhe kërkimi ndihmës profesionale në kohën e durr.